Banorët e Bardheve presin që sa më shpejt të përfundojë projekti për ndërtimin e ujësiellësit i nisur muaj më parë. Deri tani kanë përfunduar punimet në pjesën ndërmuese të zonës me hapjen e kanaleve dhe shtrimin e tubacioneve. Megjithatë, përshpejtimi i punimeve është me rëndësi të veçantë për banorët pasi prej 30 vitesh ata nuk kanë pasur ujësiellës funksional. Në të njëjtën kohë ata kërkojnë që puna të bëhet me cilësi pasi lënia e tubave në rrugë ku qarkullojnë mjetet i ka dëmtuar ato pa u instaluar akoma në kasetat e shpërndarjes. Po u s'kena pas asnjëherë mo, që është natë e gjyshin e këtej. Jena forrizu me shpime. Me shpime, si kena mujt, të mush në përkërvje. Qa me po. Për ujësiellësin, ujtë të bjenë, morë, në qo se mundën me pro, po jem me fut vestubat e me ike me lanë. Rëndësi ka se na prishin rrugë t'i herë, të fut tuba, na ka lanë për faset zezë. E kena vetë me truma. Edhe në këtë kohë na kënë shterë, ta shimujina pa ujë kretë, veç mushëm në përlagje. Që me ba? A, që se ka marrë të 60 vjetë, s'ka mush në përqez me kone, veç kam ba trumën teme. Po i shala, na nema zoti. Uj këna pasë që këna bo me halët tona, gjerë vete, dhe uj kanali marrat e me tuba, kun mund. Ja, ujësiellës, s'kena pasë që këna bo vetë me pusa. Po kjo në bo për që janis, përfunda mirë për këtë popull edhe rruga në basa për i gjithë kotesh. Fshatë i madha basa shkojt, a këllëm me makinë vule, am rëzik më shpidar këta e sa vetë. Për ndërtimin e rrjetit të ujësiellësit të Bardheve janë vënë në dispozicion mbi 251 milion lekë të reja të siguruara nga marrëveshja mes qeverisë shqiptare dhe Bankës Gjermane KfW, e cila financon në territorin e Bashkisë së Shkodrës 9.2 milion euro për fuqizimin e rrjetit të ujësiellësit. Me ndërtimin e ujësiellësit të Bardheve, sipas specialistëve të projektimit, pritet të zgjidhet përfundimisht problemi i furnizimit me ujë të pijshëm për mijëra familje të kësaj zone.